Apo bëni pyetje? Zonja Gjiu, ka kritika nga partitë e opozitës, nga deputetët po e zvarmis thirrjen e seancës, dhe ata thonë që duhet ta ushtrojë mandatin, nuk e ndërlidhin me një marrëveshje politike. Pse s'po thirret një seancë dhe kur do të caktohet? Së pari unë nuk kam parë kritika nga deputetët e partive opozitare apo nga lëvizjeve vendosje. Kam parë kërkesa nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat më kanë kërkuar që sa më parë të tras seancën konstitutive. Ju e dini shumë mirë që Kushtetuta e Republikës Kosovës jep të drejtën presidentit, në këtë rast mua, me që jam ushtruese detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës 30 ditë afat për të thirrur seancën konstitutive. Duke pasur parasysh që në momentin kur Kuvendi i Republikës së Kosovës konstituohet, duke i pasur parasysh numrat në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ai do të konstituohet, pra nuk do ta kemi problemin e fillimit të vitit apo të prillit të vitit kaluar. Pra duke qenë që pas konstituimit të kuvendit fillojnë të rrjedhin afatet kohore për zgjedhjen e presidentit, pra janë 60 ditë pas konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, e kam vlerësuar që t'u jap partive politike kohën në dispozicion në mënyrë që të mbrimte një marrëveshje që sapo pastaj të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës të mos ketë nevojë që të presin 60 ditë për të zgjedhur presidentin, ose të mos vinë në një situatë që nuk besoj që dikush e do, që mos ta zgjedhin presidentin dhe që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo nuk është e mirë as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe nuk mendoj që nga kjo situatë do të përfitonte dokush nga subjektet politike apo individ për brenda subjekteve politike. Prandaj, si ushtruese detyrës së presidentes, unë i kam mirëpritur takimet e zhvilluara me ftesë të kryeministrit dhe kryetarit të lëvizjes vendosjes zotit Albin Kurti. E kam vlerësuar pozitivisht çështjen e LDK-s dhe PDK-s, pra që kam pranuar që të vazhdojnë këto takimet. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar takimet për të arritur një marrëveshje. Ftoj edhe Aleancën për Admërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takime, sepse nuk mund të kemi marrëveshje pa pas takime. Prandaj çësia serioze, konstruktiviteti në këto diskutime sjellte një marrëveshje. Edhe një herë duhet të theksoj, siç kam thënë më përpara, qytetarët e Republikës së Kosovës përmes votës së tyre i kanë ndëshkuar bllokadat apo qëndrimet bllokuese, të cilat pamundsojnë që ta zgjedhin presidentin e vendit. Kosovës i duhet një president me mandat 5 vjeçar, prandaj rreth kësaj duhet të ketë përpjekje maksimale, pra duhet të ketë përbashkim nga të gjitha palët.